më saktë të Peshqinit. Ky ishte funksion në PS? Jo. Sepse ishte larguar. Thjesht bashkua stafit tuaj. Ka qenë dikur edhe kryetari i partisë atje. Dhe ju bashkuar. Mirë po, i është bashkuar. I pas këtë rreqë thasa. I tërhoqa, nuk e kam prishur punë partisë, vetëm i kam rregulluar. Po jo pra, duke i tërhequr i ke rregulluar punë. Po, kjo është e sigurt. Këta të dy kanë qenë shtylla në vendet përkatëse. Mirë po, patjetër që kanë mbledhur rreth vetes edhe shumë të tjerë, kryesisht siç ta thash dhe më parë, të rinj. Ndoshta edhe të pak aktivizuar më parë në Partinë Socialiste, simpatizant patjetër, se s'mund bësh fushat kur nuk je simpatizant të një force politike. Siç ta thash më përpara, kjo fryma që u krijua në qytet, arriti dhe keca njerëz që unë nuk e prisja. Për shembull, kryetare e Forumit Gruas Partisë Demokratike të Elbasanit, zonja Rudina Alla. Ka votuar për ty? Ka votuar dhe ka bërë fushat për mua. Ka bërë fushat për ty? Po pse? Ç'o ndodhi? Në fakt ishte pak e çuditshme për mua fillimisht, sepse më bëri thjesht një mesazh në rrjetet e mia sociale ku më shpreh të konsideratën që kishte për mua dhe frymën e mirë që kishte ndjerë në qytet, dhe se si unë i pëlqeja si vajzë dhe si kandidate. Isha skeptike në fillim. Thash, do jetë ndonjë nga këto lojrat politike ku ti të rrëzohesh që pa hyrë. Edhe isha pak edhe ftohtë në kthimin e përgjigjes karshësaj, pavarësisht se do kisha dashur ta përqafoja për atë gjë të bukur që më kishte thënë, po i kthej thjesht një përgjigje shumë thjesht ku e falenderoj edhe mbeti këtu. Ajo në fakt tentonte që të më takonte, unë isha pak e stepur, derisa arritëm me miqt përbashkët që ta kishim një takim. Dhe kur e kishim një takim me njëra tjetrën, ishte sikur të ishim njohur prej vitesh dhe pati një klik edhe aty live. Ajo shprehte pak kënaqësitë e saj në lidhje me mënyrën se si funksiononte, apo më saktë si nuk funksiononte struktura e gjitha e Partisë Demokratike në Elbasan, dhe më shpreh shumë hapur, e cila do kishte dëshirë që të bashkohej fushatës time. A vazhdoja unë të isha skeptike, sa të duash. Mirë, po në atë moment nuk isha asgjë për të humbur, edhe thash, në rregull pra, unë s'do humb ndonjë gjë, nëse ti bashkohesh me mua, i bie vetëm të I premtove gjë? Absolutisht jo. Edhe mund të ta konfirmoj. Ai që dëgjon këtë, një PD që kalon në mbështetje të një kandidati PS thotë që nëse ti fiton, do t'ja kthesh këtë. Sikur unë të kisha ndonjë se kështu insuojnë të tjerët, që ti ke qenë drejtoresh në këtë drejtorinë e Elbasanit dhe i ke premtuar. Unë nuk kam pasur fare lidhje me asnjë strukturë të Elbasanit. Fare. Asnjë, as sot që flasim. Kështu që duke qenë e tillë, as nuk isha se çfarë ti premtoja edhe nëse do doja. Pra edhe nëse do më kishte shkuar. Pyetja më e rëndësishme Sara është, lutem regjia, atë tabelën tjetër është për atë që është diskutuar dhe folur më shumë Sara. Po nuk ma lej që ta thoja një rezultat. Po mund ta themi, do dalë ke kjo. Para se dalë ke kjo, se e di se çfarë është, dua vetëm të t'jap, vetëm 2 indice shumë të vogla. Po, jo, vetëm 2 indice shumë të vogla. Po, patjetër. Në Gramsh, për shembull, se pas kam bërë Gramsh, po në fakt më interesante ishte kjo e Peqinit, në 2 nga njësitë administrative, që unë kam marrë vetëm për referencë, në Pisha edhe në Kushov, kam qenë fakt në të dyja se kam edhe mbështetës shumë të mirë atje. Përkatësisht, Partia Demokratike ka humbur 335 vota në njësinë administrative Pishaj dhe në Kushov ka humbur 63 vota. Në të dyja këto njësi, unë jam forcë e parë, 729 vota në të parën dhe 112 vota në të dytën. Çfarë tregon se Partia Socialiste ka pasur një rritje, ndërkohë që Partia Demokratike ka pasur një humbje, përkatësisht ato që të lexova. Çfarë ndodh kjo? Votat e Partisë Demokratike i ka marrë Sara Mila. E njëjta gjë ndodh edhe në Peqin, se këtu është më interesantja. Në Gjocaj. Pse ka ndodhur? Po ja pra. Pasi të them rezultatet do t'rregoj. Ka ndodhur njëjta gjë në Peqin, në Gjocaj. Specifikisht në 2021 Partia Demokratike ka mbledhur 1128 vota dhe këtë herë ka qenë 366 vota, ka humbur 762 vota Partia Demokratike, kur unë kam dalë forcë e parë me 828 vota, vetëm në Gjocaj. Tani, kam edhe Elbasanin, kam dhe disa referenca në Elbasan, për shembull njësinë administrative pa, por Partia Demokratike ka humbur plot 530 vota, ndërkohë që Sara Mila është forcë e parë me 412 vota. Juve mund të saktësoni se këto janë gjitha në KQZ, edhe po tjetë se duhet një analizë. Pse të kanë votuar në papër? Ndjes, ta shpjegoj unë. Kjo jep një përgjigje kryesore pse Berisha e ka me Sara Milën. E ka me Sara Milën se i ka marrë votat.
është shumë e thjeshtë. Kjo është banda ime. Kjo është banda në cilën ai referohet. Dhe ai e pa këtë gjë që në fushatë në fakt. E pa, ndoshta ai vetë jo, po drejtuesi politik i cili s'bën të asgjë përveç se ndoshta merrte ndonjë fjalë të tillë. Jo, do të pyes më vetëm për do të kemi kohë. Dhe siç po thoja, e ndjen që në fillim që kjo vajzë jo vetëm që do ecte, sepse fryma ishte shumë e mirë në qytet dhe ata arritën që ta përqafonin kandidaturën time, por kjo po futet edhe tek njerëzit tanë, tek simpatizantët tanë, të cilët në fakt jo vetëm që kanë qenë të pakënaqur dhe mund ta them edhe këtë gjë, të mërzitur dhe nga humbjet. E di si më thot një djalë i cili ka votuar gjithmonë për Partinë Demokratike, Jacksoni, edhe do ta përshëndes nga këtu. Jacksoni më tha, jemi lodhur duke humbur. Këtë herë dua të shkoj me fituesin. Dhe ishte shumë interesante, ma ka thënë edhe e mbaj mend gjatë gjithë fushatës. Nuk janë të pakt të lodhurit nga humbja dhe jo nga humbja në sensin e humbjes, por ata humbës të cilët as nuk i shohin më, as nuk i takojnë më. A do një fakt interesant, Roland, se më kujtua tani që ne bisedojmë, se ndoshta doktor Berisha këto nuk i di, po duhet i di dhe këto. Në Pallatin e Sportit, gjatë kohës që numëroheshin votat, Sara Mila që ti ke përballë, vetëm sepse unë kështu jam dhe nuk është edhe shëmtuar ta them, por më duhet ta them se shumë gjëra të shëmtuara janë thënë për mua, të djathtë të majt, çfarë do lloj komisioneri mundshëm, kam qenë e vetmja që dërgoja pak ushqimore për të gjithë, e kafe e ujë për të gjithë, sepse kjo jam unë, dhe kjo është Sara Mila dhe unë kështu kam qenë, për numëruesit aty. Ndërsa ky zotëri, edhe njerëzit e vet, të cilët ishin numërues të Partisë Demokratike, nuk shkonte t'i thoshte dikush, a keni nevojë për ujë, a keni nevojë për kafe, po Ali Zoti e të tjerët, se s'ka rëndësi. Po jo, ai si drejtues. Pra, një neglizhencë e jashtëzakonshme, pikë pari për njerëz të strukturave, jo më për simpatizantë. Nuk ka një natyrë sociale kjo fjalë. Nuk ka më asgjë. Pra, lidhja midis Partisë Demokratike dhe elektoratit nuk funksionon. Tani, na shpjego këtë më të përfolur e të përfolura. Pra, në burgun e Elbasanit, me 102 vota gjithsej, Sara Mila ka marrë 92 dhe pas te vjen Luan Dusha me 3 vota. Tani, pse në burgun e Elbasanit të kanë votuar Sara? Se kjo është $1 milion. Po mirë, do ta ktheja me një pyetje. Pse mos të më votonin? E zëm se ka ndodhur... Okej, të votonin, po jo kaq diferencë. Pse mos të më votonin? Shiko çfarë ndodh. Trendi i kësaj kutie, të cilën unë as nuk dua ta specifikoj fare burg ose jo, para burgim ose jo. Jo, janë njerëz të gjithë tjerë. Po pra, për mua nuk ka fare rëndësi. Kjo është një kuti votimi. Dhe kjo kuti votimi ka të njëjtin trend me çdo kuti votimi tjetër. Pse kjo mos ta kishte? Pse këta njerëz janë larg realitetit? Po këta njerëz janë të izoluar dhe po vuajnë dënimet e veta. Ke pasur kontakte me këta? Jo. A njeh një? Kam përshtypjen që mund të njoh disa, jo personalisht, por për shkak të lidhjeve dhe rrethit, pra njerëz të njerëzve, njerëz të njerëzve. Shoqërisë. Po, njerëz të njerëzve. Unë personalisht, si Sara, ne nuk kemi ndonjë familjar të afërt, të cilët do të vuajë ndonjë dënim. Nuk keni. Nuk kam, të cilët janë duke vuajtur ndonjë dënim. E di kur do më bënte çudi mua kjo foto? Mua kjo foto do më bënte çudi nëse unë nuk do kisha një rezultat të ngjashëm në kutitë e tjera. Atje hajde edhe flasim pak. Do ti je duke thënë që edhe tabelat e tjera janë pothuajse njësoj? Ky është një trend shumë i zakonshëm për shumë kutitë e Elbasanit, të qytetit dhe të fshatit, ku unë kam dalë forcë parë dhe ku unë absolutisht kam pasur një dominancë të theksuar. Tani çfarë ndodh? Se dua ta theksoj edhe këtë. Unë nga që jam një vajzë që vi nga shkencat politike, edhe këtë degë kam dashur shumë dhe nuk është se e kam lënë vetëm në kuadrin e shkollës edhe të asaj që çfarë më mëson mua shkolla, po kam qenë gjithmonë edhe një vëzhguese shumë e fortë e realitetit politik kudo në botë. Në fakt, Roland, edhe në SBA që flasim, është një vajzë që ti, kur një Mila Kunis, këtë e një, Aleksandra Ocasio-Cortez. Është një vajzë e njohur, ndryshe ka bindjet e mia, se ajo është ekstremiste e majt, unë jam shumë e moderuar se sa ajo. Ajo është një personazh
i cili hyn tek modelet e mia në jetë, si vajza që kemi një moshë shumë të afërt, model në jetë në sensin e se si një vajzë, pa asnjë kapital politik, po pa asnjë kapital as monetar, ju fut detit në këmbë në SBA, një vajzë nga Bronxi, një situatë atje e cila vetëm diskriminim sa kishte, e varfëri po, arriti të jetë kongresmenja më e re dhe më votuar e Kongresit Amerikan. Po të shikoni se si të burgosurit kanë votuar dhe kanë dalë haptasi për Aleksandra Cortez, ndoshta doktor Berisha nuk do habite shumë, po nga që ai nuk ka shumë qejf të lexoj për këta të majtët edhe prandaj i ka shpëtuar. Dhe fjalimet e saj në dhomën e deputetëve kanë qenë fantastik për këtë fenomen. Dhe ka pasur një përkrahje të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë që Sara është Aleksandra. Aleksandra ka riskun e vet atje në SBA dhe unë kam riskun tim këtu. Por dua të them këtë gjë. Kjo çudi e madhe. Kjo kuti votimi e cila u bë emblema e vetu habite, Sara? Jo. Nuk habite. A i falenderove? Po tani ku ti falenderoj unë? Ja, po e marr, se shumica për tyre ndoshta kanë një akses, i kanë familjarët, ti falenderoj absolutisht për besimin që kanë dhënë. Po i falenderoj këtu? Po i falenderoj këtu. Për besimin. Po i falenderoj për votat që kanë dhënë në unë i falenderoj. Ajo është një frym, Roland. Më beso dhe më dëgjo mirë kur unë e them këtë gjë. Ti s'ke bërë fushat ose të kesh... Po tani fushat në burg, nuk isha si të bëj. Po ta kisha mundësin, do ta kisha bërë. Se kudo ku ka votues, do ta kisha bërë. Po ta kisha mundësin, do ta kisha bërë. Mendoj që deri diku e kam bërë, duke qenë se unë kam qenë një njeri përtej asaj, duke qenë se kam qenë një njeri që rrjetet sociale i kam përdorur ndoshta më mirë se të gjithë dhe nuk dua që të kem mungesë modestie kur e them këtë gjë, ma lejon dhe mosha, do ta theksoj këtë gjë. E di çfarë bëri përshtypje te rrjetet sociale, te komunikimi yt në rrjetet sociale, që nuk kisha asnjë gabim ortografik. Do më akuzojnë tani, se ja shkruajnë, ja bëjnë, se kam dhe ca akuza kështu që ti shkruajnë këshilltarët. Sa do të shkruajnë, do njeriu është vetë, sa do të shkruajnë, sa do të redaktojnë, sa do të korrektojnë, ti je aty. Tani, Sara, diçka tani. Se vetë doja të bëja në fakt për këtë që the ti, doja të bëja vetëm një falënderim se njerëzit më besnik që kanë pasur këtë garë, kanë qenë mësueset e mia të letërsisë. Ato më shkruanin mesazhe, se unë kam qenë një gocë që kam dashur shumë se lëndë. Kam pasur edhe një farë prirje, tani le ta themi, dhe ato më kanë dashur shumë. Dhe nëse në gjithë këtë pislëk të madh që është hedhur Krashëmeje, kam pasur një armatë shumë të fortë qetësie brenda vetes time, kanë qenë pikërisht mesazhet e mësuesve të mi, të cilët dua të gjej moment se e di që emisioni jot është ndjekur. Do harrosh një emër, po përmend disa. Do t'i harroj mësuesen time të parë një, Meritën. Këtë që ja kam thënë Koxhaj. Meritës, cilës ja kam thënë pikë parë që do bëhem kryeministre. Dhe ajo tani është në SBA, nuk është më as këtu, edhe ndoshta po e pret këtë moment. Por dhe gjithë të tjerët. Kështu që sinqerisht i kam pasur krah edhe i kam pasur shumë mbështetje. Tani, Sara, zonja Mila. Po. Troplinët dhe suelçelët na fol pak, sepse Elbasani tani është bërë ajo që është bërë dhe unë nuk dua t'i kthehem me emër të gjitha grupet kriminale që tashmë janë bërë pjesë e drejtësisë, por pyetja është e drejtë për drejtë. Tani, të kanë akuzuar si njeri që e lidhur me grupet kriminale tani si përgjigjet kësaj akuze, domethënë sa njohje ke ti, cila është lidhja juaj, sa i njeh dhe pse u bë kjo akuzë, sepse ty mund ta bëj dhe penalisht këtë, ne nuk e dim këtë gjë. Tani ti sot ke këtë mundësinë që më njeh dhe më sheh. Të dukem si një përfaqësuese e denjë e bandave të Elbasanit apo ku di unë, emrave që unë të them të drejtën, të kam paraqykuar. Ta them, edhe të kërkoj ndjes. Jo, s'ka problem. Por, e di ku ndryshova mendimin, ta thash edhe një herë. Kur më shkruajtje në pavarësisht se s'më pëlqeu teksti, ua, thash, kjo s'ka asnjë gabim ortografik, prit thashun se kjo nuk mund të bëj bandë. Tani Jo. Pa asnjë gabim ortografik, është një kapërcim i nivelit lartë. Po pse tani kaq poshtë ka rënë pritshmëria jon për deputetët që të shkruajnë mirë nga ana ortografike? Po, Sara. Nuk do ta pranoj. Jo, Sara. Nuk do ta pranoj. Po, unë të falenderoj. Paraqitja e parë e një personi është se si shkruan dhe si flet. Patjetër, unë të falenderoj. Unë të njoh ty nga brenda, unë të njoh ty. Po ti prezantohesh duke folur këtu dhe duke shkruar. Se nëse ti do shkruaje kështu si Gjon Buzuku, tani fal do thosha si Gjon. Jo akademia politike s'të merr dot përsipër, po s'të merr dot klasë e parë. Ndërkohë, ajo kultura jote mua më ka habitur. Unë thash në fillim edhe mund të kem paraqykuar. Po e them këtë, por tani që
krijuam një lloj, po themi, komunikimi, e ndryshova unë atë, sepse këtu fillon. Por ti duhet të lutem më shpjego lidhja jote me këto emra. Dhe unë fakt këtë pres që të ndodhin shtator. Prandaj dhe kam qenë e qetë dhe e kam thënë shpesh, madje ndoshta e kam thënë dhe në një media tjetër që gjatë kësaj periudhe ku Trosnia nuk ka qenë e vogël, se do ta mendoni edhe këtë, jam 29 vjeç, e pa rrahur më përpara me jetën publike dhe pa pritmas, kam një personazh si Dr. Berisha, i cili ka influencën që ka elektorati vet dhe ka famën që ka, sa ai thot famozja Saramila, Saramile më thot ai, por në fakt është famozi Berisha, i cili këtë punën e baltës e ka nisur që kur unë ende s'kisha lindur, e tani po vazhdon edhe kur unë jam bërë vetë me fëmijë. Ai ky personazh është. Dhe unë, sinqerisht, Roland, nuk ka qenë në planin tim as të merrem me Dr. Berishën, edhe as me eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët për mendimin tim kanë vite që i është prerë fatura nga elektorati vet. Kanë vite që janë aty, po në fakt nuk do donin që të ishin. Unë do kisha dashur që në parlament, si një kastëre politike, në debatin tim politik, si një vajzë e majtë që përfaqësoj Partinë Socialiste, do kisha dashur të kisha Andi Mustafajin, Tedi Koplikun, apo dhe personat të tjerë të rinj të Partisë Demokratike. Ti duke thënë që do të bësh kryeministre edhe pa të sulmuar Sali Berisha? Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Le të më sulmoj për punët të cilat unë do bëj apo nuk do bëj. Po të më sulmoj në Tymnaj, se shkon dhe humb vota atje, se një dështak kronik tashmë, ky nuk është faji im. Dhe nuk është përgjegjësia e Sarës, se Berisha ka bërë dhe ka përjetuar një disfat të jashtëzakonshme në qarkun e Elbasanit. Do ta them edhe këtu një batut që ta kuptosh deri ku ka shkuar në fakt e gjithë Tymnaja që ai ka ngritur për mua, ku një miku tim, demokrat, me shumë vite, me shumë rënjë, i pandryshuar në bindjet e tij, i thoshte një miku tim tjetër, demokrat, por që vendoset votonte për mua këtë herë, e i thot, arsyeja pse nuk fitojmë ne, është ajo mikesha jote, është Saramila, se shkoi Saramila edhe i vodhi ato votat dhe prandaj ka humbur Partia Demokratike. Domethënë deri këtu ka arritur të perceptohet të një pjesë të mirë të publikut ajo që ai bën. Do të thotë që ja ka arritur me të vetët. Unë e kuptoj që diskursi që ai ka ndaj Sarës nuk është për Sarën, është për elektoratin e vet, për t'i thënë që çfarë të bëj unë tani, se nga që janë këta, po mos ishin këta. Doktor, ke humbur 200.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Nuk ta ka fajin as Sara, as të rinjtë të tjerë në politikë, cilët kanë filluar që të guxojnë, se ndodhe diçka tjetër. Po të shkosh dhe të takosh njerëz në rrugë sot, ata gjithë do të thonë, aman të dalin të rinj, aman se me këta të vjetrit, aman, dhe kur ky i ri u guxon, po jo ky i ri. Po si jo ky i ri? Domethënë, kush pritet që të guxoj më? Sa mesazh jep? Do bëjmë një ndërprerje publicitare, publicitet, kthehemi sërish në studio. Një falënderim për institucionin monetar Moneygram Invest që mbështet emisionin Dekalog këtu në